Strukturat e policisë së shtetit kanë vijuar goditjen e rasteve të trafikimit të automjeteve të vjedhura, duke çmontuar një tjetër skem të futjes së mjeteve luksoze në territorin shqiptar për t'u tregtuar më pas në mënyrë të paligjshme. Në kuadër të hetimeve të operacionit të koduar Stolen Line, shërbimet policore sekuestruan një automjet tip Audi me vlerë rreth 50.000 euro, i cili pas verifikimeve në sistemet ndërkombëtare rezultoi vjedhur në Slovaki. Sipas të dhënave paraprake, mjeti ishte futur në vend me dokumentacion të dyshimt me qëllim shitje në tregun vendas. Po gjatë operacionit, u sekuestrua edhe një tjetër automjet tip Seat Cupra, po ashtu me vlerë rreth 50.000 euro, i raportuar i vjedhur në Itali. Edhe për këtë rast, hetimet çuan në identifikimin e personit të dyshuar që i kishte sjell automjetin në Shqipëri për përfitime financiare. Dy shtetasit e përfshirë janë shpallur në kërkim, ndërsa policia po vijon punën për lokalizimin dhe arrestimin e tyre, si dhe për zbardhjen e plotë të rrjetit që dyshohet se merret me trafikimin e automjeteve të vjedhura nga vendet e Bashkimit Evropian drejt Shqipërisë. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore, ndërsa autoritetet paralajmërojnë kontrolle të shtuara për të goditur çdo rast të ngjashëm.